Një arsye me shkrim. Lëndë do të mundohë me smil. Mos u mbështeni me këtë procedurës penale, se bëjmë një debat tjetër. Po bëjmë Patjetër se edhe penalista do të mundohë me smil. Në procesin e ri që po pritet me u shpall, çka pritni që do të ndodh edhe a do të ketë një kryeprokuror nga një proces me integritet? Nëse shohim hapjen e parë, do të thotë nëse i analizojmë edhe gjetjet të cilat i kemi pas në raportin e monitorimit të këtij procesi, e para ka qenë dizajnimi jo adekuat i procesit. Do të thotë për faktin ta zonë për shembull në koncept dokument kanë qenë disa pyetje se si do të menaxhoni me parafërsisht kështu diçka, se si do të menaxhoni me administratën e sistemit prokurorial të Kosovës, ndonse për administrat kryeprokurori nuk ka asnjë kompetencë. Është tek këshilli, është më specifikisht është te sekretariatit. Që do të thonë në atë kohë muj me thonë që gabimet i ka bo ekskluzivisht këshilli, sepse këshilli i ka bo dhe pyetje gabim. Për shkak se kandidatët kur e kanë pos para vetes koncept dokumentin dhe e kanë po atë pyetje, e kanë po që ajo pyetje pointohet, ata detyrimisht është dashur me shkruaj diçka dhe tash mbi bazën e asaj pyetje Këshilli Prokurorial i Kosovës është dashur me të pointu. Por çka do të thu në raport me atë pyetje që ta ka parashtruar, çdo herë e vërtet është gabim, për shkak se ti po premton për diçka që nuk e ke kompetencë. Jo do e mos është dashur mu përgjigj kandidati. Kandidati është dashur me thonë fal, po këto janë kompetenca të Këshillit. Definitivisht po, mirë po është tash problem, Këshillin me anulu. Pra bjen se qeveria më nxjerr një vendim ose një vendim të keq, edhe na më thonë kjo është i keq, çaj vendim mos zbatohu. Pra, ju edhe që keni thonë, ka qenë se blerimi nuk ka shfajtur që ata që kanë pointuar mirë ose kanë procedurën. Shumë e vërtet, pajtona. Blerimi s'ka qenë fajtor. Blerimi është zgjidh kryeprokuror nga organi kompetent. Po, është propozuar. Është propozuar dhe i çdosh me ushtru mandatin, sepse s'ka ndonjë në presidentin me refuzuar asnjë kryeprokuror. Cilën e ka refuzuar deri? Po s'ka ndonjë, po shpak ka qenë Lëmezi ka qenë 2 në zonë. Ju me kohë përmesu sistemin Aleksandër ju vjen kohë për më vonë, sikur auditore që ban. Në raport auditimi do thotë të përmesuar. Ja, situata këtu dallon se s'ka folta për një proces, çka më bën tard, po kanë folur për procesin konkret. Shoqëria civile nuk janë ekzekutiv. Jo, absolutisht, po skanojnë gjendjen, tillojnë gjetjet edhe rekomandimet. Shqiptarët bojnë mirë që. Shqiptar publik. Dhe tash, ideja do thotë kjo ka qenë problematike e parë. Fatmirësisht do thotë kemi po vullnet pe këshillit aktual që këtë problematikën e parë me adresu përmes rregullores. Tash, çka nevojitet në këtë proces? Nevojitet do thotë që me marr mësime nga e kaluara dhe që këto çështje me u reflektu në procesin ardhshëm në mënyrë që procesi me qenë meritor dhe i bazuar në ligj, i bazuar në transparencë, me qasje të barabartë në raport me të gjithë kandidatët. Tash, por i theksoj edhe një herë, pse nuk është problem emri? Problem nuk është emri, sepse një proces meritor, domosdoshmërisht se ka me nxjerr emrin më të mirë. Është paradoksale me thonë që pa marrë parasysh se cili ka qenë procesi. Inshallah konkurrë blerimi. Po në rregull, sa e konkurrë me konkurru. Keni milion me konkurru, keni milion. Po tash sa procesin ti po flet për blerimin. S'na ndalon. Një kalibër si blerimi. Okej. Mirë po besoj që a besoni se një personalisht, a besoni, le ta them. Po nuk është relevant, mirë po du me thonë që me qenë se po dënë me full me emër, nëse aplikoni njëjti dhe nëse njëjti ndajt njëjtit ka qasje të pabarabart këshilli në procesin e konkursit, definitivisht se kena me dol me raport qysh kemi dol herën e kalume dhe kemi me thonë që nuk është të drejta. Nuk dëshoj profesionalizmi do. Faleminderit. Dhe tash, gjitha këto çështje është shumë e rëndësishme, është imediate që me u procedu tutje pa nguti në mënyrë plotësisht transparente që me pos një proces që nga i cili emri për kryeprokuror nuk ka integritet të kontestuar, nuk mund të ta shkosh nesër me i thonë e din që shke orë dhe je bo kryeprokuror. Çfarë do doja tash në merita nga kryeprokurori i shtetit, një kryeprokuror i cili ka vizion se si e sheh kryeprokurorin e shtetit brenda 7 viteve, brenda kompetencave të saj si avanson fushën, si jep kontributin e tij në mënyrë që të avansohet sistemi prokurorial. Edhe fundit, më fal, deklarata e zotri Kurtit në kuvend, ajo definitivisht ka qenë skandaloze. Ajo ka qenë ndërhyrje e hapur, por që edhe më fatkeqësisht është se nuk ka pas diçka risi në deklaratë, për shkak se kjo qeveri
që tash është në detyrë, në vazhdimsi e ka sulmu gjyqësorin, ka ndërhyrë në gjyqësor dhe ka ndërhyrë në sistem prokurorial, deri në nivelin që fotografitë e gjyqtarëve janë ekspozuar në publikësi tradhtar e tjerë. Mirë po, dhe këto i kemi dënu vazhdimisht. Nuk kemi pos kompetencës siç po thot avokati me ndalu matutje. Mirë po thjesht i kemi dënu dhe kemi kallëzuar që është ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, në rastin konkret, një ndërhyrje përmes deklaratës në kuvend nuk e bën procesin e rregullt. Kaq është. Zoti Krasniqi, ky këshill i ri me këtë përbërje të re sipas ligjit të ri a garanton proces me integritet për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit apo mund të ketë probleme sikur se ka pasur në të kaluarën? Me përgjithësi plot them se mënyra se si kemi qas kësaj problematike që është trashëgu për këtu 4 vite. Nuk i kemi bo, jo e dini mirë që ka pas zëra që në momentin kër konstituohet këshilleri do të shpallet konkursi, me njëherë ka pas zëra që ka me pas arbitraritet dhe këtë e kundërta ka ndodhur. Në momentin që është konstituuar këshilleri, kemi bo analizë fillimisht, sepse ka qenë edhe rekomandimi i zyres BE-s që aktin e ligjor të nënshtruan fillimisht një analize. Dhe kur e kemi bo analizën, kemi orë në këto konstatime duhet vetëm ndryshim plotësim i rregullorës ekzistuese për të siguru një bazë të mjaftueshëm që siguron integritet procesit, transparencë dhe meritokraci. Për këto vlera, mendoj që i kemi përfshirë në rregullore dhe krejt që ka mbetur është që çdo dispozita të kësaj rregullore të zbatojnë pik për pik në praktik. Dhe kjo është e mushme. Pse është e mushme? E thash edhe një herë praktikisht po du me tregu. Janë 3 antarë të panelit, nga 7 sa kotërsi, është një përbërje tjetër për 4 antarëve që nuk morrin pjesë në vlerësim. Pra, procesi do të jetë një proces me integritet, shumë transparent dhe merituar. Ajo që ka qenë... A ka me pas ndërhyrje nga politika, koordinim nga politika që në procesin e ri të ketë ndikime dhe emër që i pëlqen politikës qysh dojnë ata? Pse duhet edhe pse unë Mora nga garanton këshilli po se që e kuptoni pyetjen. A ka me pas ndaj koordinim? A ka me pas ndaj ndikim? A ka me leju këshilli në forma të ndryshme që me ranë ndikim të politikës? Unë e kuptoj që ka posë zëra. Apo dhe grupeve të tjera të interesit se e dim çfarë rëndësie ka opozita kryeprokurorit. Ndoshta kjo transparenca aty për të këshillit ka posë zëra që e kanë etiketu, ndoshta le të themi e vetmja formë që u mbet në dispozicion ka qenë do të ketë mundësi politika të shtidurt. Unë mendoj që secili antar i këshillit ka detyrim të jetë veshur fillimisht me integritet dhe vendimet e tij të marrë me integritet. Ne jemi përgjegjës para kushtetutës dhe ligjit që vendimet tona të jenë të ligjshme dhe të bazuara. Jam shumë i lumtur që deri sot asnjë vendim personal nuk jam pishman për asnjë vendim dhe asnjë vendim që e kam kundërshtu nuk ka dalë ndryshe po ç'ka thonë gjykata. Kështu që e garantoj një proces transparent dhe unë nuk e imagjinoj situatën ku nëse ne le të themi bojmë gabime në hapa, presim 1 vjet, 2 vjet mos më adresu. Ne jemi të hapur çdo gabim eventual, gabimet mund të jenë njerëzore në procedurë, po nga shumë më eliminu më njerë. A dihet emri kryeprokurorit? Natyrisht nuk dihet. Edhe një pyetje për sa i përket krejt procesit, hanën pritet më shpall konkursi. Sa do të merr